Ajo që nisi si një konflikt i zakonshëm mes një drejtori dhe një punonjëseje në ndërmarrjen e shërbimeve publike të Bashkisë Fier, përfundoi në një zinxhir përplasjesh që përfshiu policinë gjyqësore, prokurorinë dhe gjykatën e shkallës së parë. Në qendër të kësaj historie që ngre më shumë pikpyetje se sa jep përgjigje, qëndron Vjollca Semanjaku, sanitare prej vitesh pranë ndërmarrjes së shërbimeve publike në Fier. Sipas pretendimeve të zonjës Semanjaku, gjithçka nisi kur drejtori i ndërmarrjes së shërbimeve publike, Arjan Dreu, i propozoi asaj të linte punën si sanitare në ambientet e zyrave dhe të bashkohej me grupin e pastrimit të qytetit. Një ripozicionim që në letër mund të tingëlloj administrativ, por që për Vjollca Semanjakun ishte i pamundur. Ajo është e sëmurë me diabet, vuan nga mbi pesha, është e divorcuar dhe jeton në banesë sociale. Kushtet shëndetësore dhe sociale sipas saj nuk e lejonin të përballonte punën fizike në terren. Refuzimi i saj ishte i qartë, por këtu konflikti nuk u mbyll. Në quhen Vjollca Semanjaku, punëtore pranë ndërmarrjes shërbime publike prej 8 vitesh. Në atë ndërmarrje, pozicionin e punës e kam marrë pasi një punonjëse ka dalë në pension dhe kam pritur një vit se unë kam problemet e mia shëndetësore edhe nuk mund të punoj në terren. Për këtë arsye kam kërkuar kryetarit të bashkisë Armando Subashi një fshesë e një leck për të punuar. Se unë jam njeri kryefamiljar, me banesë sociale me qëra, probleme shëndetësore, të cilët duan rrogën. Dhe përpara sa vitesh ja kërkuar? Këtë ja kam kërkuar në 2016. Në 2016 unë gjet një punë për ju pranë. Pasi unë kam punuar rroba qepse për arsyet e mia shëndetësore, unë nuk mund të punoja më ulur, se kisha probleme si me diabetin, me zemrën. Edhe si që shikoni edhe vetë, unë jam 160 kg, unë nuk mund të ndjek punëtorët në terren, të ngjiten në shtylla, punëtorët e sinjalistikës e kanë punën në terren. Atëherë, ju punoni pranë ndërmarrjes shërbimeve publikeve në zyra. Po, në zyra. Dhe në pozicion e punës sanitare. Sanitare. Pra, domethënë merreshi me pastrimin e zyrave. Po. Dhe çfarë ndodh? Në datën 1 të muajit shtator, unë shkoj në punë, pasi të 2025. Të 2025-s, pasi në gusht unë kam qenë shumë keq nga gjendja shëndetësore, edhe nuk kam lëvizur nga vendi, plus temperaturave të larta. Keni pas raporte? Po, patjetër. Në muajin gusht unë kam marrë lejen e zakonshme, që më takon me ligj. Edhe në shtator jam paraqitur në punë. Sipas dokumentave dhe kallëzimit të depozituar, drejtori Arjan Dreu nuk u tërhoq. Përkundrazi, duke shfrytzuar njohuritë administrative dhe pozicionin drejtues, ai nisi sipas Semanjakut ndërtimin e një skeme presioni përmes masave disiplinore, me synimin final ta detyronte punonjësen të bindej ose të largohej nga puna. Në këtë proces, u përfshinte punonjës të tjerë të ndërmarrjes së shërbimeve publike, si dhe përfaqësues të burimeve njerëzore të Bashkisë Fier. Nga njëra anë, ata citonin ligjin dhe rregulloren. Nga ana tjetër, sipas zonjës Semanjaku, inskenonin shkelje, manipulonin listë prezencat dhe ndërmerrin veprime që synonin largimin e saj nga puna. Administrata bashkiake në formë hakmarrje për kundërshtimin filloi të vinte mungesa fiktive dhe i ndërpreu pagesën. E gjendur me shpatulla pas murit, pa lek dhe pa përkrahje, Vjollca Semanjaku vendosi t'i drejtohej policisë dhe prokurorisë dhe këtu historia merr një kthes tjetër. Drejtori çfarë pretendon? Sepse në shkresën që unë pash pretendonte që ju s'paraqiteni në vend të punës. Unë jam pasi kam shkuar në punë. Kam marrë dieni nga përgjegjësi i sektorit të mekanikës, që quhet Redian Kerri, që më thot, Vjollca ti ke mungesa në punë. Shkoj te flutura, përgjegjësi administratës, për të interesuar për raportin, se unë kisha 3 ditë raport më përpara datës, në datën 22, 23, 24. Të gushtit apo shtatorit? Të shtatorit. Edhe, thot, po Vjollca, thot, ke 2 ditë para raportit, pushim munges, 2 ditë pas raportit. Po i thash unë këtu kam qenë, pse s'më keni njoftuar? Edhe Po kush i kishte dhënë këto mungesa? Ishin fiktive mungesa? Mungesat pretendon drejtori që i ka vënë brigadieri Theofan Groballi. Theofan Groballi nuk është brigadieri sinjalistikës, se unë kam 8 vjet atje. Theofan Groballi është
elektricist, edhe brigadieri sinjalistikës ka qenë Gëzim Islami. Nga debatet që patën ata, e hoqi drejtori Gëzimin, ashtu si çdo të më heqë edhe mua tani, edhe ka vendosur Teofanin. Ja kanë kërkuar edhe zyrës së burimeve njerëzore, siç ka mu kontratën e punës punëtore. E ka titullin e punës. Nuk paraqitet Teofani në asnjë shkresë zyrtare që të më identifikohet që mi ka vënë ai mungesat. Por në datën 1, pastaj unë jam drejtuar drejtorit ndërmarrjes me një shkresë ku i kërkoj të pajisje me vërtetim pagë nga pozicioni punës nga dita e parë, lidhjen e kontratës pranë kësaj bashkie, kërkoj nga dhënien nga ana juaj shprehjen. I kërkon drejtori ndërmarrjes më ka dhënë këtë shënim mua. Çfarë thot? Që nuk është absolut. E lodhur nga ajo që e konsideronte pa drejtësi, mbas edhe pak e inatosur dhe qef mbetur, ajo vendosi të ndajë me autoritetet policore, një realitet që sipas saj të gjithë e din, por askush nuk do ta ngacmojë. Në ndërmarrjen e shërbimeve publike në Fier, ka punonjës që figurojnë në organik, firmosin në bordero, marrin pagën dhe nuk shkojnë fare në punë. Semanjaku depozitoi një listë me emra konkret, duke pretenduar se për këta persona, drejtori Arjan Dreu e dinte që nuk vinin fare në punë, madje një pjesë e tyre në atë moment ndodheshin edhe jashtë vendit, por për ta, ai nuk ndërmerrte asnjë mas, ndërsa ndaj saj po përdori i gjithë arsenali disiplinor. Ajo gjithashtu denoncoi shpërndarjen e pagave, orëve shtesë dhe pozicioneve të punës jashtë organigramës, sipas preferencave personale të drejtuesit në kundërshtim me rregullat. Pasi jam paraqitur aty dhe nuk kam gjetur zgjidhje, kam shkuar edhe në drejtorinë e policisë. Kam bërë kallëzim penal. Po pse keni bërë kallëzim penal? Po shkelje. Në një kontratë, pavarësisht se ai nuk më ka vënë ndjeni, punëdhënës, punëmarrës kanë një kontratë që rregullohet me rregulluar me ligj. Në rast se kam pasur edhe unë ato përderisa ai shkallëzim, ai ka bërë shkelje. Ka përshkallëzuar në një krim ai ka shpërdoruar detyrën. Ka shpërdoruar detyrën, ka shkelur ligjin, e ka të shënuar zotëria me ligj. Pavarësisht se ai mua nuk më ka dhënë, unë kontratën e kam gjetur. Edhe ja kam depozituar punonjësit atje, edhe për çudi, ashtu siç në të gjithë vendin e dim shumë mirë, këtu jetoj, çështja është mbyllur. Në datën 3 unë kam bërë kallëzim në polici, tek ta përmend edhe emrin e zotërisë, po Teodor Gremi. Edhe zotëria në datën 6 e ka marrë drejtorin në pyetje. Edhe është shprehur, ka thënë që Vjollcun unë e njoh se ka punuar sanitare pranë zyrave të ndërmarrjes. Vazhdo luftën. Si vazhdo luftën? Luftë me drejtësinë, se e ke kaluar në drejtësi. Edhe, për çudi, në datën 6 është pyetur Arjan Dreu, pranë oficerit, në datën 8 Apolloni ka quar një kronik që një punonjëse ndërmarrjes ka paditur shefin e saj. Në datën 9 mua më paraqitet drejtori i ndërmarrjes me një shkresë që Vjollca Semanjaku nuk e ka urdhra. Kjo vjen pas 15 ditësh të merret mas. Pra mas disiplinore. Po, edhe ka thërritur 2 punonjësit, të cilët më thanë mua që ke mungesa në punë, si hakmarrje për ata dhe për mua, se këta nuk kanë përgjegjësi. Këtu do të ishte brigadieri im, Theofan Groballi. Ta janë si dëshmitarë që ti nuk e ardhë në punë. Po çfarë dëshmitarë që ata janë të urdhruar nga drejtori, që shkoj e bëj kallëzimin, edhe unë i kam shkruar. Kur të flasin organet kompetente. Pra, ju mendoni që Redian Përri dhe Flutura Shehaj janë të... Nuk kam absolutisht lidhje me mua. Nuk më japin mua ata urdhra pune. Urdhrat e punës mua më jep brigadieri, që i mena e prori im. Brigadieri mua drejtori duhet më thërrisë bashkë me brigadierin mua në zyrë. Pra, ta njerëz vërtetojnë që ti nuk e qenë në punë, sipas kësaj shkrese. Ja, ata nuk vërtetojnë, ata mbajnë proces verbal. Është urdhër pune? Po. Nga dokumentet e administruara rezulton se për këtë çështje,
është regjistruar kallëzim penal numër 1914/13/10/2025 nga oficeri i policisë gjyqësor Teodor Gremi, dhe çështja i ka kaluar prokurorit Leonard Suçi. Përçuditërisht, pas verifikimeve, prokuroria vendosi mosfillimin e procedimit penal, duke argumentuar se pretendimet e kallëzueses lidhen me marrëdhënie pune dhe shkelje administrative, të cilat nuk përmbushin elementët e veprës penale sipas kodit të procedurës penale. Vendimi u mbështet në nenin 290.1/C e kodit të procedurës penale, duke konkluduar se fakti i kallëzuar nuk parashikohet nga ligji si vepër penale. Zonja Semanjaku e ankimoi vendimin, çështja u shqyrtua nga gjykata e shkallës së parë Fier, e cila la në fuqi vendimin e prokurorisë, duke konfirmuar se konflikti duhet të trajtohet në rrugë administrative dhe jo penale. Me këtë vendim, juridikisht dosja u mbyll, por Vjollca Semanjaku nuk e la me kaq. Ajo kërkoi që prokuroria t'i vinte në dispozicion dosjen që ishte depozituar në gjykatë dhe këtu vuri re se oficeri i policisë gjyqësore Teodor Gremi jo vetëm që nuk i kishte paraqitur prokurorit materialin që ajo kishte firmosur, por e kishte rishkruar edhe një herë kallëzimin dhe kishte falsifikuar firmën e saj. Me të marrë dieni për këtë realitet, sipas zonjës Semanjaku, ajo i kishte bërë një telefon OPG-s Teodor Gremi dhe i kishte thënë: "Shumëtrim dole, të keqe nëna", dhe ai ishte përgjigjur: "Bëj çfarë të duash". Zonja Semanjaku kishte marrë sërish kontakt, e këtë herë me drejtorin e policisë së Qarkut Fier, zotin Skënder Hitaj, i cili e delegoi çështjen tek drejtori i krimit ekonomik, zotin Erildo Hysi. Prej këtij momenti, çështja ka ngelur pezull. Semanjaku ka qenë nga shtatori që nuk merr më rrogë, në ndërmarrje nuk e qasin dhe thonë që ka munguar. Burimet njerëzore të bashkisë vazhdojnë t'i dërgojnë shkresa për takim për t'i marrë këtë herë masën disiplinore për heqjen nga puna me arsyen e mos paraqitjes në Ka vend pune për ty atë, ka nevojë vendi ku jeti për sanitare apo jo? Patjetër që ka. Po ka se atje. Se duan të spastojnë ty, duan të sjellin njëri tjetër. Po kanë sjell, kur u bashkuan ndërmarrjet ka sjell sanitare. Me pretendimin nga zyra e burimeve njerëzore që sanitaria ka lindur si nevojë që të pastrojnë ndërmarrjet e tjera, si bordin e kullimit edhe gjelbërimin. Por ndërmarrjen time unë kam qenë vetë me fshesë me lec. Për këtë unë jam e pajisur edhe me materiale në ngarkim. Pasi zonja që ai pretendon që është sanitare, nuk ka pranuar t'i marrin këto. Jo, nuk kanë punë, unë e di drejtori atë. Pse se detergjentët nuk vinë në ndërmarrje. Në ndërmarrjen e tyre kështu funksiononte. Bëhesh fatura, ikte gjetk. Atëherë, ti ke mundësi fizike të punosh në terren? Absolutisht. Nuk ke. Të më thoshte që vendi jote shkarkuar do ta pranoja me dinjitet. Do shkoja që do t'i thosha me dëshirën time. Nuk jam e aftë të ndjekun burrat në qytet, në terren, në të ftohtë. Një smur diabetik që unë i kam akoma shenjat, edhe raportin në të cilën zotëria më ka vënë mua, e thot qartë. Raport për paraftësi në punë për sëmundje të përgjithshme që paguhen nga punëdhënësi. Po. Plagë hapur në gjymtyrët e poshtë. Në gjymtyrët të poshtë, nivel i pas specifikuar. Pa përcaktuar. Po. Jam edhe unë këtë e kam bërë vizitat edhe i kam të gjitha. Pra, është drejtori dhe burimet njerëzore në dieni të gjendjes tënde shëndetësore? Patjetër. Takimin e ardhshëm ja ka lënë në datën 23 dhjetor 2025 ora 11, me shumë mundësi për ta hequr nga puna, por ndërkohë Vjollca nuk po çon bukë në shtëpi prej 3 muajsh dhe tani jo vetëm që nuk paguhet, por vazhdon të ngarkohet, shqetësohet dhe injorohet jo vetëm nga administrata e bashkisë, por edhe nga drejtësia.